Isha kon aty në një jetë asaj pëme, mbi dorën tane, me vnum dorën teme. Assalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Ju përshëndesim të gjithë juve që po na ndiqni në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Jemi rikthyer kështu në vazhdën e emisioneve në ciklin Jeta me Kur'an me profesor Dr. Hafiz Hajredin Hoxha. Ne gjatë muajve të kaluar jemi përkujdesur që t'i realizojmë diku mbi 22 cikle të emisioneve Jeta me Kur'an, ciklet të cilat veç ju po i shihni në ekranet tuaja, ju që po na ndiqni drejt për së drejti në Facebook. Do t'jemi edhe sonte dhe do të vazhdojmë me realizimin e emisioneve të tjera, do thot me realizimin e këtij edicioni Jeta me Kur'an. Do t'jem në mikrofon unë Avni Lugici, edhe gjatë këtij sezoni do të përkujdesem që së bashku me ju të nderuar dëgjues të realizojmë emisionet të tjera dhe së bashku me kontributin tuaj, duke qenë ju të pranishëm në radion tonë dhe tuaja njëkohësisht edhe duke u bërë aktiv me pyetjet tuaja dhe njëkohësisht edhe me shpërndarjet e këtyre emisioneve të cilat i realizojmë me profesorin ton të nderuar Hafizin e nderuar Hajredin Hoxha. Ndërsa ne si stafi radios do të ju informojmë që gjatë këtij muaji do të realizohen emisione vetëm ditën e martë. Vetëm ditën e martë do të kemi realizimet e emisioneve, do të thotë vetëm do të jemi në emisionin Jeta me Kur'an dhe do të vazhdojmë ciklin e emisioneve të cilat i kemi pasur deri më tani, do të thotë do të vazhdojmë aty ku edhe e kemi lënë së bashku me profesorin tonë të nderuar Hafizin Hajredin Hoxha. Prandaj unë si drejtuesi programit, duke e përshëndetur dhe duke i dëshiruar mirëseardhje, e falenderojmë që na është bashkangjitur edhe në këtë sezon të radhës profesori i nderuar Hafiz Hajredin Hoxha. Mirëseardhët i dashur profesor. Mirë se ju gjejmë, moderatori i nderuar Avni, dhe mirë se keni ardhur edhe ju përsëri, dhe i përshëndes shikuesit tanë, vëllezërit tanë, motrat tona kudo që të jenë dhe kudo që të na përcjellin. Lutë Allahun xhaleshanu për mirëqenien tuaj dhe tonin, dhe inshallah shpresojmë që edhe këtë emision do ta vazhdojmë ashtu si është më mirë në hijen e Kur'anit. Amin. Të dashur dëgjues, miq të nderuar të radios Dituria Islame, Jeta me Kur'an vazhdon edicionin e 23 dhe do të flasim për sistemin ekonomik në Islam. Sistemi ekonomik në Islam është përmbajtja e këtij programi që rrjedhimisht është edhe pjesa e parë e këtij emisioni, që do të vazhdojmë edhe javën e ardhshme me trajtimin e kësaj teme me profesorin ton të nderuar Hajredin Hoxha. Prandaj, juve të dashur miq, ju ftoj që duke u bërë pjesë e programit me anë të pyetjeve tuaja të na drejtoheni në +383 44 888 698 është numër telefoni nëpërmes Viber e WhatsApp, po ashtu edhe nëpërmes tireve të tjera. Njëkohësisht edhe ju që na ndiqni live, ju presim me komentet e juaja, me komente të cilat do të përkujdesemi që në fund të programit ti shfaqim në ekranin tuaj dhe sigurisht edhe ju të jeni si pjesëmarrës kontributdhënës në këtë emision. Prandaj duke mos dashur që të humbim shumë kohë, menjëherë kalojmë fjalën tek profesori i nderuar Hajredin Hoxha për të nisur trajtimin e temës së sonte dhe përmbajtjes së sonte të këtij emisioni. Faleminderit moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin të Allahu xhalla xhelaluhu, gjithë mëshirshmit dhe mëshirëplotit dhe mëshirëbërësit. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Gjitha falënderimet, gjitha lavdatat i qofshin dhe i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu. Salavatet tona, selamet tona,
përshëndetet tona më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit më të mirë, zotëriu të gjithë pejgamberëve, krijesës më të bukur, Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, besimtarëve të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Shikues të nderuar, kudo që t'jeni, ju përshëndes me zemër dhe me përshëndetjen islame, selamun aleikum wa rahmetullah, përshëndetja e xhenetlive, inshallah Allahu xhaleshanuhu na bën prej tyre. Mirë se vini në ciklin e misioneve tona Jeta me Kur'an. Sonte inshallah do të mundohemi diçka ta njohim sistemin ekonomik në Islam. Para se të hyjmë në këtë detaj apo në detajet e këtij misionit, përmbajtja është që do të flasim për definicionin e ekonomisë islame, objektivat e ekonomisë islame dhe pastaj bazat e ekonomisë islame, pastaj pasuria, malli sipas vizionit islam nga perspektiva islame, kuptimi i pronës në islam dhe karakteristikat e ekonomisë islame. E sonte në këtë pjesë të parë do të mundohemi mi analizue 4 pikat e para, ndërsa pikat në 5 dhe 6 inshallah nëse jemi shëndash dhe rahat në javën që vjen. Plus moderatorë që të kthehemi në slajdin e parë përsëri ato librat këtu i keni, shikues të nderuar, disa referenca me rëndësi të madhe të historisë islame që dietarët islam qysh në shekullin e 2 islam, shekullin e 2 hijri, vitin 112 ka lind Imam Ebu Jusufi, po ka vdek vitin 182, që ka qenë një prej studentave dhe nxënësave të Imam Ebu Hanifës, ka shkruar librin e tij Kitabul Kharaj, domethënë libri që ka të bëjë, do thot, me definicionin e mallit, pasurisë, shpërndarjes së pasurisë, pronës, gjitha gjanave qysh hatër janë debatuar këto gjanat në islam. E kemi pastaj librin tjetër, Kitabul Amwal, libri i pasurive apo i pronave të imamit Muhammed po Ebi Ubejd Al-Qasim ibn Selam. Edhe ky ka vdek fillim të shekullit 3, vitin 224. Pastaj e kemi Kitab Al-Kasab, libri se si fitohet, apo libri që ka të bëjë me mënyrat dhe metodat e përfitimit, arritjes së pasurisë të Imam Ebu Jusuf Muhammed ibn Hasan al-Shaybani, i pare ke Imam Ebu Jusufi, nxënësi Ebu Hanifës, edhe ky tjetri ka qenë nxënësi Imam Ebu Hanifës, 2 nxënësa të dalluar, fort mirë dihen në jurisprudencën islame, Ebu Jusufi dhe Muhamedi. Kështu do thotë dihet dhe ata cilët kanë lexuar apo kanë studiu i njohin fort mirë këto 2 personalitete të shuara. E Imam Muhamedi, po nxënësi tjetër ka shkruajt edhe ai librin Kitab Al-Kasab. Edhe ai ka rënua, do thotë, shekullin e 2. Qëllimi është nga këto referenca që i prezantojmë të a bëjmë dije shikuesve dhe dashamirësve të diturisë që sistemi ekonomik islam i ka tejkaluar apo është i pari i këtij llojit në botë që flet për një sistem të tillë që feja islame si sistem i shpallur nga Allahu xhaleshanuhu në Kur'an ka të bëjë edhe me ekonominë dhe me financat. Do thotë, qysh para 1200 viteve këtë çështje të debatue, prandaj bota atëherë çka më fol? Çfarë errësirë ka qenë? Ku kanë qenë? Askund nuk ka qenë, ndërsa dini islam ka ardhur me këto dispozita që ta ndriçojë rrugën, do thotë, muslimanëve së pari,
pastaj edhe të tjerëve të cilët dëshirojnë me punu sipas ligjeve islame. Po kalojmë tani në slajdat e para apo pas përmbajtjes, ta kujtojmë gjithmonë vëllezër të ndershëm sa për i kujtim sistemet kuranore. Për më funksionu sistemi ekonomik islam, mos harroni, duhet me ekzistua një sistem politik, që kemi folë edhe më herët në emisionet e kaluara, se pa ekzistu sistemi politik, pa ekzistu mekanizmat politike, pa ekzistu një grup njerëzish për t'i realizuar këto ligjet islame, nuk mundemi na me praktiku sistemin ekonomik islam. Prandaj është shumë e logjikshme për mja pa hajrin dhe dobit e këtyre dispozitave fetare, mja pa dobit e këtyre dispozitave kuranore, dhe këtyre sistemeve hynore për me shpëtuar njerëzin nga kjo kaos, nga kjo të lovi që e ka kapluar, duhet që këto sistemet të funksionojnë së bashku, të jenë si rjet. Të jenë si rjet dhe thot dhe nuk pranojnë ndarje nga njëra tjetra. Sistemi besimit, sistemi moralit apo etik, sistemi familjar, sistemi social, sistemi politik, sistemi ekonomik, pastaj vinë edhe sisteme tjera, sistemi vakufave që do të flasim inshallah. Prandaj, për me punu me shariat, me punu me islam, mja pa dobin Kur'anit, që dhe që populli të jetë dhe thot i kënaqur me këto dispozita hynore, duhet dhe thot që ta kemi një sistem politik me një ideologji të pastër, me një ideologji dhe thot të pastër që nuk e injoron realitetin, nuk e injoron Kur'anin, nuk e injoron Allahun xhelle shanuhu, nuk e injoron fejen islame. Kur i kemi këto parasysh, këto faktor, atëherë ky sistem apo kjo ideologji e jep bereqetin, e jep frytin e saj. Pa këto sisteme nuk mundemi me ardhë dhe thot të një ditë ma e mirë, të një gjendje ma e mirë, si në rafshin politik, si në rafshin social, si në rafshin familjar, si në rafshin moral, duhet prandaj me ekzistu këto mekanizmat politike me fjalë tjera. Feja islame, feja Allahu xhelle shanuhu, nuk pranon asesi mu dajt nga jeta jon. Jeta jon ekonomike, politike, sociale, personale, morale, është e lidhura, do të thoshte e lidhur ngusht me fejen islame. Prandaj, ideja sekularizmit, ideja do thotë luftimit të feve, të religioneve, apo përqafimi ateizmit, këto gjona do thotë jenë kundër njerëzisë. Këto idet, këto principa, apo këto koncepte nuk janë në të mirën e njerëzisë. Kur flasim ne për sistem fetar, kur flasim ne për sistem ekonomik në islam, kemi të bëjmë do thot me disa ligje që do t'i shohim tani, me disa rregullore që kur njerëzia nuk i ka pa ato. Prandaj nuk është e logjikshme që të luftohet feja islame dhe të krahasohet feja islame me religione tjera që kanë qenë gjatë shekujve të devijuara dhe se si janë keq përdorur do thot kishat apo objektet fetare janë keq përdorur dhe kanë bërë do thot gabime trashanike në aspektin moral, në aspektin financiar, janë keq përdor pronat, janë keq përdor do thot të drejtat e të tjerëve dhe që kjo ka qenë do thot kohën e iluminizmit fetar, do thot iluminizmit në Evropë. Fjala bëhet për shekullin 15-16, kur do thot kisha në emët kishës, në emët fesë jenë myt dietarët, po jenë djeg librat e dietarëve, është keq përdorur prona dhe që njerëzit tani qysh nga atëherë kanë marrë fobia, kanë marrë frikë nga feja, nuk e dojmë fejë, nuk e dojmë fejnë. Sherri i keq përdorimit të kishës ortodokse dhe katolike apo protestante në atë kohë, tani dikush janë veshje dhe islamit.
E kjo është një gabim trashanik, është ignorancë e intelektualëve që nuk po mundin do thot akoma me dallue çfarë parime ka feja islame dhe çfarë parime kanë ato fet apo religione tjera. Është obligim i tyre aktual që ata të hulumtojnë të vërtetën dhe ta njohin realitetin dhe mos ta barazojnë fejen islame, po këtë kushtetut hynore, këto principe hynore, mos t'i barazojnë këto me ato religionet e devijuara gjatë historisë njerëzore. Ky ishte si një fillim për të kaluar tani në këto pikën e dytë të objektivat e përgjithshme të shariatit islam. Përsëri, pasi që të ekziston mekanizmat politike, apo trupi politik, apo qeveria e cila ka një ideologji të pastër islame, ka një ideologji të pastër kuranore, objektive, çka synon kjo ideologji islame? Çka e ka, do të thotë, në radhë të parë si shënjestër? Çka janë ato pika? Është që siguria e fesë numër 1 apo nën A të jetë ajo, do të thotë, popullit ta praktikojnë fejen dhe të jenë fetar dhe t'i kryen ritualet fetare dhe të krenohen me principet fetare. Kjo qeveri apo ky sistem politik prej shariatit, objektivave shariatit islam, duhet të asiguroj këtë çështje. Ta garantoj lirinë e fesë. Pastaj, për objektivave është garantimi i pasurisë, siguria pasurisë. Sistemi islam, kur flasim për sistemin islam politik, kjo tani na shtyn neve që kjo ideologji e pastër ta siguroj edhe ta garantoj pasurinë e popullit. Dhe të mos keq përdoret pasuria e popullit dhe mundi i popullit, dhe mos t'ju shkoj djersa e popullit, do të thot pa dobi, populli po punon ditë e natë, populli po angazhohet ditë e natë, resurset natyrore çka Allahu xhaleshanuhu na i ka fal, ato mirë përdoren dhe se të gjitha përfitimet nga ato resurset natyrore, nga prodhimet e ndryshme, përsëri kthehet, do thot, në të mirë të popullit. Prandaj, prej objektivave të politik është garantimi i fesë, garantimi i pasurisë, apo garantimi i pasurisë, pastaj garantimi apo sigurimi i edukimit mendjes së njeriut. Këtë e ka obligim dhe objektiv numër prej objektivave kryesore shariati islam. Nuk guxon populli të qëndroj pa edukim, pa arsimim, e këtë mendja duhet të ruhet nga devijimet, nga burimet jo të shëndosha, duhet gjeneratat e reja të edukohen në mënyrë që ata të jenë ma të kujdesshëm, që të jenë ma të kulturuar, ma të arsimuar, që të shërbejnë vendit dhe shoqërisë. Prej objektivave të shariatit islam, apo të sistemit politik në islam, është numër 4, po siguria apo garancioni i jetës. Që jeta e njeriut është e shenjtë dhe se askush nuk guxon me e keqpërdor jetën e dikujt apo derdhjen e gjakut të dikujt, nuk ka të drejtë. Kjo është e shenjtë dhe Kurani për plot ajete kuranore do thot janë në këtë aspekt. Kemi folë në emisionet që kanë kaluar sa e përket etikat e ndryshme të prezentimi i librit të profesor doktor Abdullah Darrazit. Nëse ju kujtohen, ju lutem referojoni emisionat aty detajisht për 3 javë ditë kemi folur për etikën islame, do thot morale e të jetës, e të ekonomisë e tjera. Dhe së fundit, për objektivave të shariatit islam është mos të harrojmë garantimi apo garancioni i nderit, ruajtja e nderit të njeriut. Shifni këto objektivat, ndaluni vetëm pak. Siguria fesë, siguria pasurisë, siguria arsimimit, siguria jetës dhe siguria nderit. 5 gjona kryesore sot që sot bota ka lufton
me të madhe për me mbijetu apo për me siguru këto gjanat. Dhe çka kanë mujt sistemet politike aktuale në botë, përgjithësi, po edhe të në troje tonë, çka kanë mujt me bë për të thëtë çfarë të mira kanë sjell këtë aspekt. A jemi në të siguruar në aspektin fetar? Jo, nuk jemi. Na luftohet feja ditë e natë, na luftohet feja nëpër media të ndryshme, nga intelektual të ndryshëm, nga gazetar të ndryshëm, nga analistat të ndryshëm, i krahasojnë këto sistemet islame, këto detalet hynore, këto parimet kuranore, që mjerisht ata nuk i kanë studiuar, nuk i njohin detajisht, po i krahasojnë këto gjanat me grupe terroriste, me grupe do thot personash, x personash, me grupe me raste individuale, po me krahasimin me gjendjen aktuale politike në botën arabe, dhe kështu që çka është zi e ma zi, çka është keq e ma keq, çka është një imazh shumë i ulët dhe i tërë, çat e japin islamit sot intelektualët tanë. Mjerisht vjen keq këto debate televizive, i përcjellim shumë me vëmendje, jemi shumë aktual, jemi shumë objektiv, po mundohem me i dëgju edhe një pjesë të kohës, sime të shtrenjtë po humbi, për ta kuptuar, për të dalur me një mesazh të dobishëm nga ata, mirë po besoni, shikues të nderuar, vjen keq, shumë është niveli i ulët i atyre të cilët debatojnë, shumë është kultura ulët fetare atyre debatuesve, dhe thot sa që nuk u merr mendje. Po flas për ata të cilët nuk janë të specializuara në teologjinë islame, po flas për ata analista, për ata gazetar, për ata të cilët do thot e sulmojnë. Ndërsa disa kolegë tjerë, disa teolog, disa hoxhallar, kur po ftohen në për debate, edhe aty është ka bëhet një hile e madhe, po mediat dhe këto qendra televizive shkojnë dhe i ftohin disa persona, dhe disa kolegë, dhe disa hoxhallar, ndoshta ata akoma nuk janë të pjekur me dalë para publikut, dhe akoma nuk janë të përgatitur shkencërisht dhe thot të aspektin editorisë së vërtet, editorisë dhe të thellë, fetare dhe kuranore, shkojnë i gjojnë disa persona cilët dhe thot, ndoshta as edhe arabishte nuk e din, ndoshta edhe nuk e njohin as Kur'anin, ndoshta edhe nuk janë të informuar mirë, detajisht, dhe i bin për sherr, i bin me qëllime të këqija para publikut, kështu që publiku me marr një fobia, një tremb, mu frigun nga ata, qëra çka po flet hoxha, çu çka po flet ky, çka ka kry medresën, çka po flet ky, po, kjo nuk është objektivitet. Është obligimi atyre mediave që t'i thrasin njerëz të duhur, njerëz persona të thot figura të duhura, figura që meritojnë me dalë para publikut dhe që e reprezentojnë do thot shtetin e Kosovës me majoritet musliman 95%. Atyre ka hije me dalë do thot njerëz të përgatitur, figura të larta që kemi na sot në Bashkinë Islame, po që jenë të edukuar, kanë titull shkencor, dhe ata dalin dhe e tregojnë çka është realiteti. Këto objektivat, çka thash, shumica nuk i din. Kur po debatohet, shumë po sulmohet Islami, shumë po sulmohet do të feja, shumë po anashkalohet kjo çështje, saqë shumë atyre debatuesve çka po jenë moderatorët e emisioneve, atyre edhe po turprohen mu deklaru se janë musliman, apo me përdor fjalën islam, apo pjesa dërmuese e kosovarëve është muslimane. Presidenti Trump po thot në mesazhin e tij, me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes ekonomike tani me Serbinë, po populli kosovar me shumicë muslimane, po çështu ka vendosur ta bëjnë një marrëveshje historike, presidenti Trump pedin me shumicë muslimane, ndërsa moderatori po nuk po guxon shqip në për debateve para 2-3 vite me lexue. Po frikohet para masës mu deklarua çka është do thot pjesa dërmuese e Kosovës. Kjo nuk ka objektivitet. Kjo është mu largu nga realiteti, mu largu nga
do thot konfrontimi i realitetit. Prandaj këto emisionet me frym reformiste që na përmundomi që rinin ton islame, rinin ton shqiptare, intelektualet ton, që ta bëjmë një rizgjim, që ta bëjmë një ngritje intelektuale, shpirtërore, një reform, që t'i kthehemi do të edhe një herë jetës tonë me Kur'an, t'i kthehemi parimeve kuranore dhe ta njohim në themel, në bazë, çka flet ky Kur'an? Çka janë ato dispozitat e shariatit? A jemi na krejt terrorista? A jemi na krejt do thot njerëz që nuk shohim asgjë tjetër vetëm gjak e luftë e shpatë, apo na jemi njerëz të paqes, edhe na kërkojmë një jetë të mirë, edhe na kërkojmë një jetë të lumtur, edhe na kërkojmë një edukim të mirë, edhe na kërkojmë një sistem shëndetësor, një sistem të arsimimit të pastër të sigurt. Pse nuk i debatojnë këto gjëra? E prandaj është thirrje dhe apeloj që t'i kthehemi Islamit dhe t'i kthehemi Kur'anit dhe t'i studiojmë do të gjërat ashtu si janë të shpallura, pa e shtuar as pak, me tregu ato çka është realiteti, pa munguar as pak, pa do thot pakuar as pak, pa e prezantuar një islam të shëmtuar, të zymt, po, dhe çdo gjë në islam e ka atë kufirin apo vlerën e saj. Çdo vepër, çdo aksion e ka notën e caktuar në islam. Me fjalë tjera, në islam ka klasifikime. Rregullat nuk janë të gjithë një rangut, dispozitat nuk janë të gjithë një rangut, pa aty ka klasifikime. Ka harame, ndaluara, ka halale, të lejuara, ka vajibate, ka obligime, ka do thot preferenca, ka do thot gjëra do thot që nuk preferohen, po këta nuk krahasohen. Po ashtu kemi do thot vepra, do thot çka janë të kategorisë që kalojnë në kategorinë e farzeve, nuk guxon që t'i lojmë ato vepra, pastaj kalojnë vepra tjera kategorinë e dytë që ka mundësi me lënë të sunetit e kështu me radhë. Prandaj ta prezantojmë në islam ashtu si është, me këto 4 kushte, mos harroni. Ky është ai si islam i cilin na po thrasin dhe dietar po thrasin, në islam do thot pa e shtuar asgjë, pa bidate, pa shtojca, ashtu si është. Po dhe pa e pakuar asgjë, jo islam për qefi, jo islami i Ramazaneve, jo muslimani i Ramazanit vetëm, jo muslimani i Bajramit, jo muslimani i xhumave, po musliman komplet me këto sisteme që ka po flasin. Po numër 3, po lypim edhe prezantojmë dhe po thrasim në islam, do thot pa këto gjymtime, pa këto do thot pa këto shëmtime që po prezantohet sot nëpër media, që muslimanët janë prapambetur, musliman mendojnë vetëm për atë botë tjetër, muslimanëve nuk i intereson kjo botë, musliman do thot janë në një popull e cila nuk pranojnë integrim. Kjo është një prezantim i islamit të gjymt, të çoroditur, që mirësh disa do thot mundohen kështu sot në përbot, anën ban botës me tregu, po vetëm me xhami, po vetëm me zikër, vetëm me haxhillëke, me qabe që aty në xhami, vetëm jeta ngushtë me islamin. Jo, islami është diçka më e madhe se sa. Çka po prezantohet? Islami është tërë jeta jote. Dhe kushti i 4 apo çka po thrasin dhe çka po thrasin dietar, është islam do thot e cila çdo gjëje mi ia dha vlerën e saj. Nuk bën muslimanët për një problem të vogël, për një sunet, për një gjë të preferuar, po me pas debate e me shpall luftë njëri tjetrit, e mu i dhru me njëri tjetrin, po gjëna do thot sekondare. Nuk bën do thot për një çështje që të thjesht, po që ka vend aty për diversitet mendimit, po që shpallin do të fronte e ta luftojmë njëri tjetrin, e ta nxjerrim njëri tjetrin nga feja e kështu me radhë. Po çdo gjëje të japim atë vlerën çka Allahu xhaleshani ja ka dhënë. Pas kësaj hyrje të rëndësishme, do thot rreth objektivave të shariatit, çka folëm dhe se si funksionon kjo fe, tani po kalojmë te definicioni i ekonomisë islame. Në aspektin gjuhësor, po edhe prej arabishtës el-iqtisad el-islami si vjen, po iqtasada yaqtasidu i vjen e kundërta e shpenzimit, mos shpenzim apo kursim. Ndërsa në aspektin idiomatik apo terminologjisë fetare, një sër ligjesh, shifni tash, një sër ligjesh
dhe rregulloresh, të cilat sqarojnë mënyrën e fitimit të pasurisë, të pronësimit të saj, të distribuimit të saj, marrëdhëniet financiare në mes individëve dhe të shtetit. Edhe njerë po përsëris, dhe i keni të shënuar në slajdin që po shifni, njësër ligjesh, shifni, sistemesh dhe rregulloresh. Këto rregullore, këto ligje, aty e sqarojnë detajisht mënyrën se si njeriu duhet të fitojë pasurinë. Se si duhet njeriu do të arritej te prona pasurisë. A bën do thotë unë ta pronsoj në një pronë e cila nuk është e imja, po ta grabiti nga dikush, po ta vjedhi nga dikush, po ta marr në mënyrë pa të drejtë, po të jemi korruptuar, do thotë në grumbullimin e pasurisë. Jo. Sistemi islam, sistemi ekonomik islam është kundër këtyre apo sistemeve apo është krejt tjetër këto sistemet bankare që po i shohim tani. Këto sistemet që janë kurdisura nga dora e njeriut, po sistemi islam është diçka akoma më i gjerë, akoma më i madh, akoma më, do thotë, më e sigurt për njerëzit dhe jetën e tyre dhe pasurinë e tyre. Prandaj një sër ligjesh dhe rregulloresh të cilat sqarojnë mënyrën e fitimit të pasurisë, sepse shumica sot nuk dinë se si të fitojnë dhe nuk i intereson atyre mënyra se si arrin tek pasuria, halal, haram, po lejohet, nuk lejohet, pasuri e pastër, pasuri e dytë. Qëllimi është ata se si të arrin te pasuria. E Islami, sistemi ekonomik islam, ka ardhur me tregu rrugët e shëndosha, rrugët e pastërta se si bëhet fitimi i pasurisë. Pastaj, që ke fitu ti pasurinë, tani dëshiron që të zgjerohesh, që të pasurohesh akoma më shumë, se si ta pronësosh ata. Edhe këtu tani Islami flet se si shndrohet pasuria e fituar në pronën tënde, po dhe të drejtat e tua mbi pronën tënde çka e kije. Pastaj distribuimit, akoma jemi duke i shpjeguar detajet definicioni i ekonomisë sipas terminologjisë fetare, se si të distribuohet me drejtësi kjo pasuri e fituar, pastaj obligimet individuale që kemi ndaj njëri tjetrit, përgjegjësia e ndërsjellët shoqërore, social responsibility e thënë gjuhën angleze, el-mes'uliyya el-ijtimaiya i thënë gjuhën arabe, po se na kemi edhe obligim ndaj njëri tjetrit, përkundër sistemeve botërore që ata nuk kanë, po dhe çka janë obligimet tona pastaj ndaj shtetit dhe se si duhet të mirëmbahen dy palët, obligimet shtetit ndaj individëve dhe popullit dhe obligimet e popullit ndaj shtetit. Ky është definicioni i ekonomisë apo sistemet ekonomik në islam. Pas kësaj, po kalojmë në slajdin numër 3, objektivat e ekonomisë islame. Këto objektiva tani, vëllezër të ndershëm, i kemi dy qëllime kryesore. Numër 1 në anën e majt e kemi arritja e mjaftueshmërisë së plot për anëtarët e komunitetit, arritja pasurisë apo shkallës së pasurisë, po slajdi po numër 4, moderator, që sistemi ekonomik islam ka për qëllim me arritje kufi të pasurisë apo një shkallë të pasurisë së mjaftueshmërisë, hadd al-kifaya i thënë gjuhën arabe, që do të thotë shteti me sistemin ekonomik islam duhet t'i garantoj popullit një jetë të thotë të mjaftueshme, një jetë të ndershme, të mjaftueshme me pasuri për edukim, për arsimim, për shëndet, atë do të thotë një jetë të mjaftueshme. Jo mi pasuruar. Edhe një herë mos harroni, jo mi pasuruar, mi bot pasur, për mirë po, për mi asiguru atyre një jetë të ndershme, një jetë të mirë në gjitha fushat që e përmendëm, të edukimit, të arsimimit, të shëndetit, të jetës së mirë, e gjitha fushat që ka kërkon sot një jetë normale. Ky është obligimi dhe objektiva e sistemit ekonomik në islam. Dhe numër 2, arritja objektivave të sheriatit që ka i përmendëm më herët, sigurimi i fesë, sigurimi i pasurisë, sigurimi i mendjes, sigurimi i jetës, po këto janë ata dy qëllime kryesore të objektivave të ekonomisë islame.
Prandaj, edhe njerë po përsëris, çka synon sistemi ekonomik islam? Synon garantimin, apo garancionin e një jete të ndershme për individin në çdo aspekt. Me fjalë tjera, nuk guxon sipas sistemit ekonomik islam në shoqërinë islame, në komunitetin islam, apo nën atë sistem që jetojnë komunitete tjera, qofshin edhe jo islame, nuk guxon me pas ndonjë të varfër. Nuk guxon me pas ndonjë të uritur. Me fjalë tjera, nuk guxon me pas në atë komunitet, në atë shoqëri që jetojnë nën ambrellën e sistemit ekonomik islam, nuk guxon me pas njeri pa shtëpi apo pa kulën mbi kokë, pa edukim, pa ushqim, pa mirëmbajtje, pa veshje, nuk guxon me pas. Të gjitha këto gjanat i asiguron shteti dhe sipas sistemit ekonomik islam. Këto gjanat kur t'i kuptojmë, normal, edhe njerë po kthejme në fillim pak, duhet që ai sistem politik, apo ato mekanizmat politike, apo ajo qeveri politike, duhet ta ketë një ideologji të pastër. Duhet ta ketë një ideologji të pastër. Atë ideologji të pastër normal, kur vinë dhe bëhen deputet, njerëz, do thot, me kultura të ndryshme, individ me edukata të ndryshme, jo me edukat fetare, jo me kulturë fetare, normal ata kanë me i luftu këto gjana, kanë për t'i kundërshtuar. Mirë kjo çka nënkupton kjo? Të emisione, çka ngërthejnë në vete? Të ngërthejnë në vete, që edhe prej nesh, duhet më prej muslimanëve, prej kolegëve tanë, që edhe na do të marrim pjesë në politikë. Mos t'ja kthejmë shpinën politikës, apo sistemit politik, apo të ikim për qeverisë, dhe të alëm atyre këtë fush, vetëm ata të qeverisin, çka do thot, nuk janë të edukuar në këtë frymë. Edhe na meritojmë me qenë pjesë e parlamentit, edhe na meritojmë me qenë deputet në parlamentin e Kosovës, dhe edhe na me pas të drejtën e fjalës, edhe na me pas të drejtën e shprehjes së mendimit, me këto do thot kushte, me këto dimensione për të mirën e popullit, të mirën e shoqërisë. Do thot se si po zhvillohet jeta fetare tani në Kosovë, apo se si po zhvillohet tani jeta fetare në Ballkanë tërësi, kjo do thot është shumë vështirë të realizohet çka po flasim na. Prandaj fryma e reformës, këtyre ligjëratave çka po flasim, duhet që motrat tonë, studentët tanë, vëllezërit tanë, edhe ata do të mendojnë se si të marrin do të pjesë në këto fushata të zgjedhjeve, të antarësohen, dhe të krijojnë parti, dhe të mbledhin në nënshkrime, si është një drejtë demokratike, një drejtë e popullit, do thot, dhe pa problem dalim dhe secili e prezanton programin e tij për qeverinë apo për shtetin dhe për popullin. Cili ka program më të shëndosh, më aktual, më efektiv, atëherë edhe vota atij duhet jepet. Edhe populli atë duhet ta ndëgjojë. Mirë, ne lrim larg në për shtëpia, vetëm në për xhumo, në xhamia, vetëm në për bajrame, ta lëm dorën politikanëve pastaj, jo vallahi e bën kët, jo vallahi Kosovë shumë po ka të korruptuar, jo dikush po mundohet me kritiku qeveritarët, kjo nuk është e qëlluar. Kritika, që nëse kërkon ndryshimin e gjendjes, Allahu xhaleshanu në Koran po thotë, kur Zoti nuk e ndryshon gjendjen e popullit pa ndryshuar ata vetë gjendjen e tyre. Prandaj është koha tani, që na ta ndryshojmë gjendjen tonë. Unë mjafton ju më ia ofroj në shembull të profesor doktor Muamer Zukorliçit në Novi Pazar në Sanxhak, se si ka qenë 20 vite myfti i Sanxhakut, tani e ka lënë do të rolin e myftisë dhe ka kaluar tani deputet i Novi Pazarit në parlamentin e Serbisë në Beograd. Dhe çka po lufton ai do të thotë ai musliman, ai deputet aty për të mirat e popullit të Sanxhakut, me vizione islame, me realitete, me argumente, shumë objektiv, neve na mungon këso rast dhe këso do të thotë koka. Andaj kemi edhe shtete tjera në përbot, ku janë partitë islame, si në Malezi, si në Indonezi, si në Pakistan, si në Jordan,
si në Egjipt para se të vije ky diktatori i aktual tani Abdel Fattah el-Sisi që ka mbyt shumë prej vëllezërve musliman dhe prej popullit të Egjiptit dhe ka burgos në mënyrë pa drejt dhe bëri grushtet dhe tani i luftoi gjitha drejtat e muslimanëve. Është koha dhe thot tani për këto reforma që në mënyrë që populli ta shen një ditë më të mirë. Se Islami nuk pranon ndarje të jetës nga politika, as politika nuk ndahet nga feja, as feja nga politika, do të bashkë integrohen dhe së bashku do të funksionojnë. Para se të kalojmë në bazat e ekonomisë islame, slajdi numër 5, moderator një pauzë të shkurtër, ju lutem me një ilahi të mirë dhe kthehemi pastaj për të avijuar pjesën e dytë të këtij emisioni. Ju lutem, mos shkoni larg, qëndroni afër. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, pra kemi qenë në këtë pjesë të parë të programit dhe ju që po ndiqni këtë emision, ju rikujtoj që jemi në emisionin Jeta me Kur'an. Është edicioni 23 dhe po flasim për sistemin ekonomik në Islam. Jemi në pjesën e parë të këtij emisioni dhe kështu do ta bëjmë një shkëputje të shkurtër me Ilahi nga studio për të rikthyer më pas me pjesën e dytë të programit dhe ju vazhdoni të bëni pyetjet tuaja, pyetje të cilat do të keni mundësi të i drejtoni në +383. Për dëgjues të radios Dituria Islame, kemi ndjekur Ilahin për ty Resulullah nga Adem Ramadani, ishte interpretuar në këto momente, dërsa ne jemi në emisionin Jeta me Kur'an dhe sonde në këtë transmetim të drejt për drejt po trajtojmë përmbajtjen mbi sistemin ekonomik në Islam. Dhe jemi së bashku me profesor Dr. Hafiz Hayreddin Hoxha, të cilin e përshëndesim selamun aleikum dhe i dëshirojmë edhe një herë mirë se rikthehemi në program. Aleikum selam wa rahmetullah moderator, shikues të nderuar, mirë se vini përsëri në pjesën e dytë të sistemit ekonomik në Islam në emisionin tonin dhe tuajin Jeta me Kur'an. Allahu na mundsoft që jetën me Kur'an ta vazhdojmë derisa të jemi gjallë. I lutemi Allahu xhalla shanuhu me zemër të sinqertë që këtë popull, muslimanët kudo që të jenë dhe shqiptarët në veçanti që t'i kthej në Kur'an, t'i kthej në parimet e Kur'anit, ku e kanë shpëtimin, ku e kanë kënaqësinë dhe rahatin në këtë jetë dhe në ahiret. Shikues të nderuar, tani kemi temën rreth bazave të ekonomisë islame. Si çdo shkencë, si çdo sistem e ka bazat, principet, shtyllat ku bazohet. E prandaj pyetja shtohet tani, çfarë apo cilat janë bazat e ekonomisë islame? Ku bazohet kjo ekonomi ju çka po flitni rreth kësaj teme? Këtu dietarët islam neve na kanë përmend disa pika shumë më rëndësi të mëdha. Ju lutem të ti kushtojmë vëmendje dhe kur i kuptojmë këto bazat, këto çështjet, atër lehtësohet edhe kuptimi i pikave që vijnë. Baza numër 1 që muslimani e ka në zemër dhe që sistemi ekonomik në Islam do të mbështetet, është që tër pushteti në këtë jetë, çdo gjë që ka në këtë jetë, sipas vizionit islam, është i Allahut. Është krijesë e pastër e Allahut xhalla shanu. Do të thotë nuk ka dorë njeriu këtu asgjë. Gjitha resurset natyrore, po njerëzore, bimore, shtazore, çka shohim dhe çka nuk shohim, çdo gjë, kjo do thotë është pronë e Allahut xhalla shanu. Është e nënshtruar kjo pronë, është krijuar për të mirën e njeriut. Këtë Allahu xhalla shanu dëshmon në shumë ajete kuranore. Këtu e keni dhe ajetin në surën Ali Imran, ajetin 26, ku Allahu xhalla shanu thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Që në përkthim do të thotë, thuaj o Muhammed, o Zoti im, o Allah, zotrues i gjithë pushtetit, mulk, gjithë pushtetit, çdo gjë që ka në këtë jetë. Ti i jep pushtetin kujt të duash. Dhe ti i heq dorësh pushtetin kujt të duash. Ti e lartëson kënd të duash dhe e poshtron kënd të duash. E mira është në dorën tënde, ti me të vërtet për çdo gjë je i plot fuqishëm. Prandaj, edhe çështja e pushtetit, çështja e pronës, thotë Gjonët do thotë, janë të Allahu xhaleshanu. Po tash, se si menaxhohet ky pushtet, apo kjo pronë e Allahu xhaleshanu, kjo krijesë, këtu tani ligjet e Allahu xhaleshanu mbi sipërfaqen e tokës dhe në historinë njerëzore, gjithmonë kanë qenë pozita dhe opozita. Gjithmonë ka qenë të drejtet al-haq dhe al-batil, edhe jo e drejta. E konflikti mes të drejtës dhe jo të drejtës gjithmonë ka ekzistuar dhe do të ekzistojë. As-sira' bain al-haq wal-batil qadim, është qysh herët dhe i moqëm, ose yadhallu hadha as-sira'u qa'iman, dhe do të jetë. Prandaj këtu tani, to ajetet edhe na flasin neve që këtë pushtet është, se kjo menaxhim i pronës, këtë pushtet ekonomik, këtë qeverisje ekonomike, politike, o Allah, ti ja jep kujna të don, po dhe ja merr nga kush don. E lartëson kënd të don dhe e poshtron kënd të don. E se si tash pushteti mirët, se si lartësohet një popull, se si poshtrohet një popull, edhe këtu tani Kurani ka fol, këto janë as-sunan al-ilahiyya fi at-taghyir. Këto janë ligjet e Allahu xhaleshanuhu, se si bëhet ndryshimi i qeverive, se si bëhet ndryshimi do thotë i gjendjeve, po to do thotë duhet të reagoj ajo pozita me kundër opozitës, apo të reagojnë ata të drejtit, të mirët kundër atyre të këqive, që ata të këqin, ata që shkatrojnë dame, që bëjnë dame, mos të lihet atyre do të thotë obore apo fusha apo terreni hapur dhe të bëjnë ç'dojnë. Është obligim i palës tjetër që në ato momente kur përhapet e keqja, kur përhapet korrupsioni, kur përhapet jo drejtësia, kur përhapet mbytyja, gjakderdhja, është obligim komunitetit, i shoqërisë, i palës tjetër të të ngritet dhe të thotë stop kësaj padrejtësie. Në këtë mënyrë do të funksionojnë këto sistemet njerëzore, se si do thotë pushtetet, do thotë arrin njeriu të pushtet, dhe se si qeverisin, dhe se si qëndrojnë ata të drejtit, dhe si humbin apo poshtrohen ata jo të drejtit. Është një temë bukur e gjatë dhe shumë interesante, ndoshta inshallah më vonë kur do të vijë rasti, do të flasim për ligjet e Allahu xhaleshanu në këtë gjithësi, se si funksionojnë në ngritjen e popujve dhe në uljen e popujve apo të civilizimeve. Ky ishte baza numër 1. Baza numër 2, po Allahu xhaleshanuhu ia beson njeriu të pasurinë e tij. Allahu xhaleshanu në Kur'an në shumë ajete thotë për shkak të kohës, vëllezër të ndershëm, po lexojmë përkthimin, po ku Allahu xhaleshanu thotë besoni Perëndin dhe të dërguarin e tij dhe shpenzoni nga ato çka ai ju ka lënë në dispozicion juve. Po Allahu këtë pasuri që na ka lënë në dorën tonë, kjo është amanet. Amanet i Allahut, i Zotit plot fuqishëm dorë duar tona, e Allahu po na thotë këtë amanet, këtë pasuri që ajo ka lënë në duar tuaja, po shpenzone nga ajo, se është e Allahut, jo e jote. Sa ata që kanë besuar nga ju dhe kanë shpenzuar për të mirë, ata cilët kanë besuar dhe kanë shpenzuar për të mirë, për ta ka shpërblim të madh. Sa i përket bazës së parë, po aty tani socialistët apo sistemi socialist apo kapitalist
ata kanë problem në këtë bazën e parë ekonomik. Ata nuk besojnë që sipas principeve të tyre dhe ideologjinave, do thotë socialiste dhe marksiste apo kapitaliste, prona e krijuar, pushteti i krijuar i Allahu xhaleshanu, të mirat e krijuara nga Allahu xhaleshanu këtë jetë, sipas tyre janë të pamjaftueshme. Janë të pamjaftueshme për popullin dhe për numrin e popujve që jetojnë në çdo vend apo në çdo shtet. Do thotë ata po i përzihen punë, do thotë normal, se nuk janë besimtar, po toka nuk është e mjaftueshme për prodhim, uji nuk është i mjaftueshëm për prodhim, do thotë, po ndoshta edhe resurset tjera nuk janë të mjaftueshme, prandaj e kanë frikën në zemër dhe këtu tani fillon do thotë kalojnë në hapa tjera se si menaxhohet kjo pasuri me kamat, e me rishfet, e me fajde, do t'i shohim më vonë ato gjëra. Ndërsa Islami fillim në karatu çdo gjë është e krijuar Allahu xhaleshanu dhe është e mjaftueshme për njerëzin dhe ajo është në shërbimin tuaj. Baza e dytë, pasi që na kemi besuar që kjo pronë, kjo jetë, me fjalë tjera, kjo dhe, kjo tokë, apo ky dheu, toka, uji, ajri, të mira që i kemi, oksigjeni, që kërkojnë dhe thot, ta elementet kryesore për murit, bim, pemë dhe perimet, gjitha këto gjonat jenë pasuri e Allahu xhaleshanu. E prandaj, kur na i vjelin frytet, kur na i fund të stineve të vitit verës, kur korët gruri, elbi, tërshëra, pemë dhe perimet, po i vjelin, Allahu xhaleshanu thot, jepni nga kjo pasuri që ka na ju dham juve. Se asgjë ju do të thot nuk keni në dorë përveç se disa gjëra do të thotë që janë obligative që ju duhet të veproni së përndryshe, po të mos kishte dashur Allahu xhaleshanuhu, kjo pasuri nuk do të kishte me ekzistu apo nuk do të kishte me qënduar tuaja. Sa herë bujqit dhe në bujqësi dhe lajmet kemi lexuar, dhe na vetë kemi përjetu bujqit tanë në Kosovë dhe Gjetiu kanë tregu se si ka qenë dhe thot pemë dhe perimet në gjendjen më të mirë, para së vjeljes, para korjes, dënimet e Allahu xhaleshanu ku e ndërgu dhe thot shiu i fort, breshri i fort, po i ka shkatruar të gjitha. Andaj, nuk duhet të tallemi, nuk duhet dhe thot ta na shkalojmë këtë çështje, se tërgjithësia, tërpushteti, jeta jon, toka jon, uji jon, oksigjeni, fryma jon, janë pronë Allahu xhaleshanu, të mirat e Allahu xhaleshanu që i ka dhuruar njerëzisë. Kur na kemi në pasurinë e dorë, Allah po të jepni nga ajo që na juve ju dham. Atëherë njeriu duhet me dham, me nxerr. Ata cilët japin kanë shpërblim të madh te Allahu xhaleshanu. Baza numër 3. Ndjekja e metodave të ligjshme të fitimit. Këtu tani vjen konflikti i madh me sistemet bashkohore aktuale që kemi sot në përbot, sekulare, apo ateiste, apo marksiste, apo leniniste, apo socialiste, po ata nuk ju intereson ndoshta edhe ato metodat, kanalet e fitimit nuk ju intereson shumicës. Qëllimi i tyre është se si të vije tek pasuria. Ema metoda, mënyra se si ka arrit deri te gjerte pasuria, kjo do të thotë është çështje sekondare apo fare nuk intereson për këto. Allahu xhaleshanu në Kur'an kur e ka ndaluar kamatën, po kur e ka bë haram kamatën, ata që hajnë e marrin kamat dhe pasurohen prej kamatës, prej fajdeve, po ata po të sillen në mënyrë shumë pa lidhje, sikurse mi prek ata djalli, sikurse do thotë ata mukon prekur prej djallit, pa kontroll, pa vetdije, ket humor. Kjo ndodh pse po thotë, shif pse ata kanë dëshirë me punu me kamat dhe ndjen të çoroditur, sillen në mënyrë do thotë jetë logjikshme, sa ata thënë tregtia po thotë është si kamata. E kanë konsideruar shit vlerjen që dikush shkon e merr një pasuri apo blen diçka
perime dikon ma lirë dhe shkon në treg, shet diçka ma shtrejt, mblen nga tjetri diçka tjetër, shit vlerja, ata kanë thonë që hajnë kamatën dhe arsyetojnë kamatën, kanë thonë se shit vlerja është sikurse kamata. Allahu ju replikon atyre dhe ju thot: "Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Jo, nuk është ashtu. Allahu e ka bo halal shitjen dhe blerjen dhe e ka bo haram kamatën. Prandaj sot tërë sistemet ekonomike botërore, bankat botërore që flasin, thot kamata, po fajdja, interesi, është damari, gjaku i ekonomisë, për ndryshe pa interes, na kapitulojmë. Kjo është, do thot, ajo ideologjia kryesore e sistemeve bankare bashkohore. A Islami ka ardhur tani me këtë sistem ekonomik kundër këtij sistemit, se do ta shohim edhe më vonë se në këtë mënyrë nuk zhvillohet jeta, po nuk rahatohet populli dhe nuk arrihet deri te kënaqësia dhe nuk arrihet deri te mjaftueshmëria, por përkundrazi këtu do të shtohet robëria, do të shtohet zullumi, do të shtohet padrejtësia, sepse populli kur punojnë me kamat, aty do thot tani vetëm shtohen obligimet, shtohen gajlet, shtohen hilet, shtohen do thot edhe mbytjet, edhe korrupsioni, gjitha gjanat, sepse po fitojnë pasuria, po prodhon pasuri. Kjo nuk ka kurkun botë. Kurkun do thot vetëm të ata cilët punojnë me islam, të sistemet monista apo sistemet jo islame, ata mendojnë kësaj. Pasuria nuk prodhon pasuri. Parja nuk prodhon parë. Parën si të ta shohim tani, po ajo është një mjet vetëm për të realizuar një qëllim. Dhe parja nuk jepet me qira, se nuk është pronë, nuk është mall, nuk është diçka që përfitohet. Unë e jap me qira kompjuterin tim, e jap kerrin tim, e jap shtëpinë time, mirë për parën time, hallat e mia nuk jap me qira. Do me thënë nuk jap 100 euro e për mi marrë 120 euro apo 150. Nuk i jap një dikujt me qira 1000 euro e për mi marrë 1500 euro. Këto Islami e ka luftu krejtësisht. E sot është dikush po kënaqet me këtë ekonomi, po kënaqet me këtë fitim, sepse në këtë mënyrë s'po lodhet hiç. A që po i mundon të tjerët, që po i lodh të tjerët, që po anxher shpirtin të tjerëve, që po i robron të tjerët, aty nuk i intereson. E zotën, te ekonomitë, sistemet bankare, ekonomike, bashkohore, ana shpirtërore, ana emocionale, gajlet, do të thotë për gjendjen e popullit, për rehabilitimin e tyre, për të mirën e tyre, ajo ana shpirtërore nuk ekziston fare. Atyre ju ekziston interesi xhepit, atyre ju intereson rritja e do të thotë e pasurisë dhe shtimi do të thotë i të hollave i dollarit apo i euros. Nësa populli apo hek, apo s'po hek, apo është gjendje të mjerueshme apo diçka, ata nuk mendojnë fare për këtë. Për këtë arsye ka ardhur sistemi ekonomik islam për të luftuar sistemet tjera bankare, bashkohore, çka janë pjell e njeriut, e njerëzisë. Dhe këtu tani njeriu e këshiron interesin e vet, ndërsa Zoti i gjithësisë, Allahu xhaleshanu, ai e këshiron interesin e robëve, aspektin e përgjithshëm. Jo vetëm një palë më knaq, e pala shumica tjetër me hek apo me vajtua. Kjo është ndjekja e metodave të ligjshme të fitimit, baza e tretë. Baza 4, shpërndarja pasurisë në mënyrë të barabartë. Këtu është tani problemi më i madh, distribuimi, keq përdorimi i pasurisë dhe resurseve natyrore dhe të buxhetit të shtetit, dhe nuk bëhet ndarja e pasurisë me drejtësi dhe në mënyrë të barabartë. Klasa të ndryshme ekzistojnë, klasa aristokrate, klasa e varfër, po, klasa punëtore, dhe thot populli, akoma sot në shekullin 20-21, ne kemi njerëz do thot pa kulën mbi kokë, ne kemi njerëz do thot pa shtëpi, ne kemi njerëz pa ushqim, ne kemi njerëz që to çka po të flas, nuk është kjo vetëm dukuri në Kosovë.
Po kjo është dukuri edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në Arabi, edhe në Evropë, çdo kund, ala është kjo dukuri e mjerueshme e popullit, do thotë që kemi asnjëherë. Pse? Nuk bëhet distribuimi i pasurisë dhe resurseve, do thotë, në mënyrë të drejtë. Nuk bëhet. Allahu xhaleshanuhu çka po thotë në Kur'an? Atë që ia ka dhënë Allahu si plaç profetit të vet nga fshatrat, fjala bëhet tani kur do thotë hapjet e Islamit, hapja e Islamit dhe shpërndarja për hapja e fesë islame në për trojet e ndryshme të Arabisë, për fshatra, po në për ndryshme, aty ndonjëherë muslimanët kanë hasë në rezistencë, ndonjëherë nuk ka pas rezistencë nga jo besimtarët, i ndërzu. E tani ata cilët i ndërzu, aty do thotë, apo kanë pas luftë, konflikt për aty, muslimanët kanë korë fitore, plaçkat e luftës, çka me bë tani? Fjala vjen për deve të armikut, po kuajt të armikut, po shpatat e tyre, e grurit, diçka, do thotë plaçkat e luftës që kanë vetë, kujt i takon ajo? Se si mos sjell me ato, me atë pasuri, shihni Allahu çka po thotë këtu. Atë që ja ka dhënë Allahu si plaç profetit të vet nga fshatrat, ajo është e Allahut. Çka do thotë ajo është e Allahut dhe profetit? Do thotë ajo kthehet në buxhetin shtetëror për të mirën e të varfërve. Një pjesë e saj kthehet do thotë në buxhetin shtetëror. Pastaj pi aty dahet për të afërmit, për bënjakët, për bakmjakët dhe për udhëtarët. Shihni për jetimet, për ata të varfërit, për ata cilët janë skamnor, po nga ajo pasuri do thotë distribuohen dhe u jepet të tjerëve. Nuk guxon dikush me qenë i varfër në mesin e muslimanëve apo me sistem ekonomik islam në shtetin i cili po e ka për ideologji këtë sistem hynor, kështu funksionon. Nuk guxon me pas të varfër. Nuk guxon me pas jetim do thotë që qanë nga varfëria apo nga mos edukimi, nga lënia anash apo diçka tjetër. Gjitha do thotë ata shtresët e popullit, të varfërit, skamnorët, udhëtarët, bënjakët, po ata duhet ta gëzojnë atë jetën e ndershme që folëm në fillim të emisionit, atë pikën e mjaftueshmërisë. Do thotë një jetë ndershme normale, po jo me qenë i varfër. Baza numër 5 të ekonomisë islame, Allahu xhaleshanuhu na udhëzon që në islam nuk ka grumbullim të parave, nuk ka grumbullim të hollave me qëllim të shumimit të grumbullohen. Dhe kjo është një problem i madh, do thotë që shumë sot të pasur kemi, shumë persona kemi, po familje, të cilët ata kanë për qëllim vetëm me i grumbullu të hollat dhe nuk e kanë për qëllim të bëhet qarkullimi i të hollave për të mirën e shoqërisë, për të mirën e popullit, për investime të dobishme, për projekte të dobishme, atyre nuk ju intereson kjo gjë. Mirë po ju intereson vetëm po grumbullimi i parave, i arit, i argjendit, po i parave, në mënyrë që ata tani presin do thotë ato shtete, po ato raste apo ato persona ku kanë nevojë dhe janë në gjendje kritike për mi u dhënë atyre, po me kamat dhe me fajde dhe me marrë përsëri më tepër. Kështu do thotë ata mundohen me e rrit biznesin e tyre apo fitimin e tyre. Sistemi ekonomik islam i ka thonë kësaj puna, apo kësaj çështje, kjo është ndaluar rrepsisht dhe sa ajetet kuranore, Allahu xhaleshanuhu, shifni çka thotë. O ju që besuat, vërtet një shumicë e parisë fetare të jahudive dhe të krishterëve do tregon rastet e hershme se si kanë vepruar, do thotë qysh nga koha e pejgamberit alayhis salam. Po një pari apo një grup nga jahudit dhe të krishterët në mënyrë të paligjshme e hanë pasurinë e njerëzve. Shihni, korruptuar apo të korruptuarit kanë qenë edhe atëherë, dhe korrupsioni ka qenë edhe atëherë në modë, ka qenë në mënyrë të paligjshme e hanë pasurinë e njerëzve. Dhe
pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut xhaleshanuhu. Pasurinë në mënyrë të paligjshme hajnë dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut xhaleshanuhu. Ata të cilët e ruajnë arin dhe argjendin dhe nuk e japin për rrugën e Allahut fi sabilillah, lajmëroi ata me një dënim të dhimbshëm. Ata cilët e ruajnë arin dhe argjendin dhe pasurinë, po vetëm për me rujt me shumë, po dhe nuk e shpenzojnë për të mirë të Allahut shoqërisë fi sabilillah, këtu komentatorët e Kuranit e kanë shpjeguar këtë ajet në shumë dimensione, me shumë fusha. Fi sabilillah nënkupton çdo gjë çka bëhet, çka është në dobi të shoqërisë, të mirën e njerëzisë, është fi sabilillah. Duke futur këtu tani çështjen e edukimit, arsimit, mjekësisë, e ndihmave të ndryshme humanitare, po çka është në dobi të njerëzisë, është fi sabilillah. Edhe çka është në dobi të fesë, po përgatitja e luftarit për luftë, kur është rast lufte, për mi siguru armët, për mi siguru makinat, po armë të ndryshme, në atë kohë devet, kuajt, po edhe kjo është konsideru fi sabilillah për izat Zotit xhaleshanuhu. Prandaj fi sabilillah kjo nënkuptohet në shumë kuptime. Ndërsa një grupi tjetër i vogël i dietarëve e kanë kuptuar fi sabilillah vetëm kohën e luftës, me ndihmu luftarin, me përgatit luftarin, me një deve, me një kali, me në disa shigjeta dhe për me shku në luftë. Kjo një kuptimi ngushtë. Ndërsa kuptimi tjetër i komentatorëve të Kuranit, fi sabilillah e përhap në shumë terrene dhe në shumë fusha, e këtë mendim edhe na përqafojmë dhe e pëlqejmë, dhe thëtë, po, sepse kjo është ma e qelluar dhe ma afër shpirtit të ajetit dhe të mesazhit të ajetit. Prandaj grumbullimi i pasurisë dhe mos shpërndarja e pasurisë, mos qarkullimi i pasurisë, po mos investimi të pasurisë, po kjo është ndaluar në Islam. Kjo në bazë, shumë rëndësi që duhet në me pas parasysh dhe që sistemi ekonomik islam këtë e ka synim që pasuria nuk guxon të grumbullohet. Bankat islame, financat islame, ata qarkullojnë pasurinë e muslimanëve, po me kompani të ndryshme, dhe prandaj fitimi që ka bëhet duke investuar ajo bank me kompani tjera në fusha të ndryshme, atë fitim, po atë profit, pastaj u ashkep dhe e ndan me drejtësi atyre pjesëtarëve të cilët kanë marrë pjesë në këtë bankë islame apo që i kanë depozituar hollat e tyre. Këto ishin pikat e shkurtëra, 5 bazat e sistemit ekonomik islam. Sa i përket pasurisë në islam, malli, pyetja shtrohet tani, feja islame është kundër pasurisë, kundër mallit? A duhet na me pas mal, a s'duhet me pas mal? Çfarë definicioni ka? Dietarët e kanë dhënë mendimin kështu se fjala mal në gjuhën arabe, po male në rënjën e saj, male jemilu, një prej kuptimeve anon ka diçka, preferon diçka. Male fulanun ila fulan, naam, rajjahahu wa ahabbahu wa faddalahu, kështu i vjen arabisht do thotë, ato e preferoj, ato e deshti më shumë, atë asaj i dha përparësi e kështu me radhë. Po e ka edhe një kuptim tjetër, ma li. Kjo maja në gjuhën arabe, për me negativizu do thotë që është nga prona jote. E merr për shembull lapsin, edhe i thosh hadhal qalem, ky laps, ose lejse qalemi, ose mali, do me thonë, nuk është i imi adin. Nuk kam lidhje unë me këta. Mali walek, çka kam unë lidhje me tyje? Mali waleho. Në gjithë kush ka studiu, në gjithë shoktarë, në gjallarë tanë, kolegët tanë, malek, thënë, po, yani, qa kijeti? Mal. Pas të e ka dhe kuptimi tjetër, el mal, në terminologjin do thot fetare, që çdo gjë që është e vlefshme, po, çdo gjë që është e vlefshme, e lejuar dhe është, do thot, pronësuar legalisht, dhe halal, ajo është mal. Çdo gjë e vlefshme dhe e lejuar dhe është legale dhe është pronësuar në mënyrë legale, është halal,
që kjo është mall, lapsi është mall, ora është mall, po kompjuteri është mall, se është e vlefshme, po është e lejuar dhe është përfituar në mënyrë legale dhe me halal. E pasi e kuptum këtë domethënie të mallit gjuhësisht dhe terminologji fetare, po tani po kalojmë pasuria sipas Islamit. Islami, o vëllezër të ndershëm, do të na jemi njerëz. Pasuria është prej gjërave esenciale në këtë jetë. Më këtë fjalë, kur flasim na për sistemin ekonomik islam, o intelektualët tanë, o të dashurit tanë, na nuk jemi kundër kënaqësisë se kësa jetë apo në këtë jetë. Sepse Allahu në Kur'an po thot pasuria dhe fëmijët janë në stoli e kësaj bote. Pasuria, el malu wal banun, zinatul hayati dunya. Pasuria dhe fëmijët janë bukuri dhe stoli e kësaj bote. Ndërsa veprat e mira, po tryti të cilave është i përjetshëm, janë shpërblimi më i mirë te Zoti yt. Po mos harroni, me mall edhe me fëmijë do të më pas edhe vepra të mira, sepse këto vepra të mira ta janë do të më primare dhe më të rëndësishme në sytë e Allahu xhaleshanu. Prandaj, pa mall nuk ka jetë hijeshi, pa fëmijë nuk ka jetë hijeshi. Prandaj, ti në parlament me atë ideologji marksiste leniniste po mundohesh me siguru vetes një jetë mirë, pa dhon nëse vi në parlament si musliman me këtë sistem ekonomik islam, po me ideologji islame të pastër, objektive, mesatare, po jo ekstreme, edhe unë jam do të thotë për një jetë të mirë, për një familje, për me siguru jetën familjes sime, sikur se ti. Prandaj këtu nuk kemi në kundërshtim mes parimeve. Ti je për çet parim apo për çet qëllim, edhe unë jam për çet qëllim. Po kanalet tua, metodat tua, se si ti e arrin këtë qëllim, ndryshojnë nga ato të mia. Numër 2. Pasuria sipas Islamit është një mjet. Një mjet, po jo qëllim, jo objektiv kryesor. Allahu xhaleshanu çka po thot në Kur'an? Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër, pos që të më adhurojnë. Qëllimi i krijesës sonë njerëzore, botës njerëzore dhe xhinëve, krijesë tjetër që nuk shihet, po është që na i adhurojmë Allahun. Allahu po thot, unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim. Shifni? Allahu nuk kërkon nga ne që na ta furnizojmë atë. E as Allahu nuk dëshiron nga ne që na ta ushqejmë atë. Sepse Allahu është furnizuesi më i madh dhe është fuqi plot, e ai na furnizon neve dhe ai na ushqen neve. Prandaj paraja është një mjet nëpërmjet së cilës na e realizojmë një qëllim. Sidomos në këtë kohë të pandemisë, sa milioner, sa bilioner, sa të pasur i kanë pas të hollat pranë veti, e para të depozituara në banka apo në vende speciale në për shtëpitë e tyre, mirë po, nuk kanë mundur asgjë as ata me bë dhe kanë dalë me një mesazh të madh se paraja nuk qenë ka asgjë përpos se një mjet, dhe se në raste kritike ti do të thotë nuk po mundesh me bë atë çka don. Ata nuk mundën, as ata nuk mundën do të më asiguru vetes, do të siguri nga kjo pandemi që nëpërmjet parave ta kenë imunitetin më të fortë. Edhe ata patën imunitetin më të dot. Edhe ata e patën frikën si popull tjerë. Edhe ata i mshelshin hund dhe po përdorin maskat. Edhe ata frikën e kishin. Edhe ata u distancuan. Edhe ata u futshin në karantinë. Edhe ata u përshëndetjen me përshëndetje të çuditshme të shekullin 20-21, po me grushta ose me bryla, e dikush edhe me këmbë, runa Zot, hera parë, po dëshmojmë dhe po shohim me këtë lloj përshëndetje. Allahu xhaleshanu na ruaj do thot nga tmerrja e nga dënime të tjera. E këta pyetja shtohet tani, ku i patët para tuaja? Çka mundet me bë me ata para? Tu vjen ideologjia apo principi islam, koncepti islam për pasuri. Pasuria është mjet dhe nuk është një qëllim. Nëpërmjet pasurisë na arrisim apo e arrim një qëllimit.
Pasuria është vetëm dhe një letër, dhe çajo letër, çajo monedh, një sistem ekonomik politik i korruptuar, duke qenë çajo letër e vlefshme e ul në zero. Po kur është një sistem politik i shëndosh, i fort, çajo letër, po çajo monedh, çajo para e ka vlerën e saj. Prandaj paraja si para, letra si letra në vete nuk ka asnjë dobi. Çato momente bëhet asgjë, çato momente ngritet dhe bëhet diçka. Prandaj është si një mjet për të realizuar një qëllim. Po unë po shes shërbimin tim, po të shërbej tyje me këtë ligjërat, po me këtë punë, po me këtë kuzhinë, do me thonë, jem kuzhiner, po të shërbej tyje, po shes shërbimin tim, punën time, po përkundër paras apo për një shumë të parave. Dhe që është shumë e logjikshme dhe që kjo do thot veprohet, edhe kjo do thot duhet të vazhdoj. Shërbimet do thot shiten, apo shërbehet dikush me zanatin e tij, shërben dikon, me diturinë e tij, me punën e tij, dhe ajo punë paguhet. Ndërsa paraja si para, si thamë edhe më herët, ajo do thot nuk jipet për qira, për shërbimi im jipet me qira. Paraja si para nuk prodhon para, po paraja është një mjet për me shtu prodhimin, për me rrit prodhimin, për me luftu, po kamatën dhe varfërin dhe për me qarkullu në shoqëri. Mos ky ishte pasuria sipas Islamit, do me thonë koncepti numër 2. Koncepti numër 3, pasuria është e mirë dhe dobishme kur fitohet me halal dhe shpenzohet me halal. Si për hadithet Muhamedit a.s. flasin, kush e fiton pasurinë me halal dhe shpenzon në halal në vend të duhur, Allahu ka për ta shpërblyer atë. Ndërsa kush e fiton nga harami dhe në mënyrë, domethënë, jo legale dhe shpenzon në haram, jo në vendet të duhura, Allahu ka për ta poshtruar atë njeri dhe ka për ta dënuar. Këtë hadith Imam Albani, Allahu rahmet e bëft, në librat e tij Silsilatul Ahadith ad-Da'ife, ku është koleksioni i haditheve të dobta, e ka fut në këtë koleksion. Mirë po Imam Suyuti dhe imam tjerë të fesë islame, këtë hadith do thotë e ka ngrit në shkallën e hadithet të vërtet, po që argumentohet. Prandaj nuk ka konflikt as pak këtu, do thotë, edhe kjo është e ditur me hadithe tjera dhe me ajete kuranore, që na do thotë duhet të punojmë punë halal dhe të fitojmë me halal, po dhe të largohemi nga harami. Wa kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba, dhe hani e pini çka ju kemi dhënë, po ne juve me halal, të pastër, po jepni nga ajo, po thotë çka keni përfituar me halal të pastër. Po mos e jepni ato çka është jo i pastër, jo do të i përfituar nga harami. Prandaj ky hadith vërtetohet edhe me ajete tjera, edhe me hadithe tjera, vetëm sa për informim u informova këtë gjë, që ndoshta ndonjë studiues dikuri vjen dhe thotë që ky hadith do thotë dikush e ka dobësuar mirë, por nëse dikush e ka dobësuar, kjo është ijtihadi i tij, nuk ka problem. Rezultati i punës së tij, Allahu xhennet, po Imam Albani dhe të tjerë, mirë po kemi edhe dietar të tjerë që këtë hadith do thotë me metoda të tyre, me burime tjera, e kanë ngritur në shkallën më të lartë dhe të vërtetë dhe të hadithit të pranuar. Numër 4, nxitim për punë dhe për të kërkuar pasuri, por me kujdes. Sa ajete në Kur'an kemi, sa hadithe në Kur'an kemi që na urdhrojnë neve që na të fitojmë, të punojmë, të jemi të zellshëm, të jemi të vyshëm, të jemi punëtor. Po vetëm një ajet po Allah përmendi të surët al-Jumu'ah, kur kryhet namazi i xumas, atëherë shpërndani në tokë dhe kërkoni begatit e Allahu xhaleshanu dhe përmendni Allahu xhaleshanu shpesh herë Allahu dhe ashtu që të gjeni shpëtim. Fidha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Prandaj ajete tjera do të flasin, na jemi të obliguar që të ecim mbi sipërfaqen e tokës, kërkojmë halalin,
ta përpunojmë këtë tokë, po ta menaxhojmë këtë tokë, i mirë përdorim të resurset natyrore që ne ka falë Allahu xhaleshanuhu, dhe me izën Zotit xhaleshanuhu, kur s'ka me pas varfëri dhe kur s'ka me pas problem nëse kjo punë menaxhohet ashtu pozitivisht dhe në mënyrë të duhur. Ai punëtori i cili hadithe tjera, shkaku i kohës nuk po më guxohemi mos zgjerua, ai punëtori i cili flen i lodhur, bie në gjumë i lodhur, do thot nga duart e tij që ka punu tër ditën dhe shkon pushon pastaj në shtëpi i lodhur nga puna, ati tër gjunahet i falën. Shifni, dora e punëtorit që ka punon vepra të ndryshme është më e dashur te Allahu xhaleshanuhu nga çdo gjë tjetër. Prandaj vlera e punës e Islam është shumë e theksuar, shumë e çmuar. Puna është e padiskutueshme në Islam. Po, të gjithë duhet të punojmë, të gjithë duhet të kontribojmë, të gjithë duhet të sakrifikojmë kohën dhe jetën tonë për të mirën e fesë, për të mirën e popullit dhe për të mirën e shtetit. Nuk guxon një palë me punu, ndërsa pala tjetër do thotë me flajt apo me pushu, apo mos të interesohet fare. Pse e ka luftuar Islami skllevrin, o vëllezër të ndershëm? Pse Islami nuk vedojnë sot apo po frigohen nga Islami, sepse Islami ka ardhur për me i shpëtu ata të varfërit, për me i shpëtu ata të varfërit dhe me kurdis qeveri të shëndosha, sisteme të shëndosha. E ka luftu skllevrin sepse ata pronart, ata aristokrat, kur i kanë ble dhe i kanë shit ata skllevrit, ata do thotë kanë bë biznes jo të pastër, kanë bë me qenje njerëzore, kanë byt e kanë shkel të drejtat, kanë bë çmos deri kohën e fundit, i keni pas edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e në Evropë, e në Afrikë, në çdo kon, pastaj romakët e bizantët e civilizimi persian, të gjithë i kanë pas këto, kur erdhi feja islame në gadishullin arabik, po e gjeti këtë dukuri prezente edhe në tokat arabe, në Mekë. Po, e prandaj Kurani erdhi me një sistem të ri, e luftoi skllevrin dhe gjithmonë në shumë ajete urdhëron që të lirohen skllevrit nga skllevëria. Ai i cili don me pagu dëm shpërblim për mbytje, për gjuna të ndryshme, po Allah thot në Kur'an në shumë ajete, tahriru raqabati mu'mina. Shko liroje një rob, shko bleje një rob besimtar. Po numër 1 është prej kategorive të dëm shpërblimit lirimi i skllevërve, apo me bleni skllav dhe me shit me liru për izat Zotit. Dhe me këtë çështje Islami ka ardhur me një sistem të pastër hynor për me rahatu njerëzin. Prandaj puna shumë e theksuar, shumë e vlefshme dhe puna është ibadet. Puna është ibadet nëse e kemi niyetin e mirë. Prandaj o profesor, o mësues, o arsimtar, o punëtor, o shofer, o taksist, në mëngjes ku të ngritesh dhe me bismillah i merr qelsat të makinës në dorë, e merr me bismillah laptopin e qel, me bismillah zyrën e qel, bën niyetin për me ndihmu shoqërisë, el khidme ijtimaiye, social service, bën niyet që unë sot do të ndihmoj popullin tim, sa kohë, sa minuta që do të punon ti, do të jesh në makinë, sa kohë do të jesh në zyre, sa kohë që do të jesh në laptop duke punu, tërë kjo konsiderohet ibadet, sikurse me fal namaz nafile, sikurse me agjeru nafile, sikurse me të thot me dhon sadak nafile, krejt konsiderohet me ibadet. Vetëm niyetin dhe qëllimin rregullohen në zemër. El amalu bin niyat, apo el adat bin niyat, kështu është e rregulluar e gjuhës arabe. Mësoni përmend. El adat bin niyat as-salihat tanqalibu ila at-ta'at. Zakonet e përditshme me niyete të mira, sinqerta shndrohen në ibadete, në vepra të mira. Pasuria sipas Islamit është pasuria halal, është pronë e Zotit. Do me thënë pronë e Zotit të ti, pronë e personit. Ai që ka fiton këtë pasuri, po, ajo është ati. Me këtë rast,
ka ardhur Islami për me pranu pronën personale dhe e ka konfirmuar që prona kemi na pronë personale, kemi pronë shoqërore, kemi edhe pronë shtetërore. Prona ndahet në Islam, që do ta shohim inshallah javën e ardhshme, po pronë personale me djersën tënde, qoftë mashkull apo femër, të gjithë kanë të drejtë me pronësue me halal, po pastaj është prona lloji i dytë shoqërore, që shoqëria ka të drejtë në atë, sikurse shkollat, spitalet, bankat shkollore, po autobuset publik, po kjo pronë shoqërore dhe nuk guxon që të prishet apo të keq përdoret, po është edhe prona shtetërore, që aty vetëm ka të drejtë shteti. Ndërsa sistemet socialiste dhe kapitaliste apo marksiste këtu ka qenë këtë e kundërta. Sistemi socialist, po, ishtiraki në gjuhën arabe i vjen, po, të gjithë duhet me pas njëjtë. Nuk guxon dikush më dallon nga të tjerë. Aty, kështu ka qenë ajo llogaja e jashtme, të gjithë vjet, mirë po pastaj, aty ka qenë një lobby, një grup special që e kanë kontrollu ajo, do thot, qeveria socialiste komuniste, kujna do thot me adhonat pasuri. Me një aspekt, kështu e në paraqit para publikut. Po, e kanë marrë pasurin atit punëtorit që ka pas të korura, që ka pas për shembull bagti e bujqësi vashum, po, kinse në magazinën shtetërore, do thot depër shtetërore, për mi e dhënë aty tjerëve, mirë pa në tjetër, pastaj aty ka qenë një grup që i ka kontrollu ata. Ndërsa anën tjetër kapitalisti, sistemi kapitalist, po, përsëri kjo do thot një grup, vetëm për veti. Vetëm për veti, për tjetërin jo. E ka ardhur Islami sistem mesatar. Po edhe pronën tonë na nuk Allahu ta pranon, Kurani e ka konfirmuar, edhe pronën shtetërore, po edhe pronën sociale, shoqërore. E në fund kemi paraja, po vëllezër të ndershëm, nuk është baza për vlerësimin e njerëzve mjerisht. Kjo është një koncept shumë me rëndësi. Allahu xhaleshon në Kur'an atë o ju njerëz, vërtet ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre. Dhe ju bëm popull e fise që të njiheni mes vete. E s'ka dyshim se te Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është i ruajtur prej të këqijave. Ai që është më i mirë dhe më i sinqerti, ai është më i mirë te Allahu xhaleshon. Allahu është i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë. A sot i ndryshuar bot kuptimet, si në botën arabe vjen keq me tregu këtë realitet, po si edhe te na, paraja, pasuria është bë kriter dhe është bë do të thot mjet për me mat vlerën dhe dignitetin e një njeriu. Nëse ke para në xhep, ti je dikushi. Nëse s'ke para në xhep, ti nuk je askushi. Këtë ide të çoroditur, këtë ide apo këtë ideologji të çoroditur, të gabuar, fe islame ka, sistemi ekonomik islame ka luftuar. Paraja nuk është për me vlerësu njeriun dhe me adhon notën njeriu, apo të thot për me e dallu kriteri kryesor që e dallon. E këtë pot kuptim të çoroditur duhet do thot nëpërmjet sistemet ekonomik islam të shërohet dhe të pastrohen kokat e njerëzve dhe që ai pasuri kur prezanton në mesin e të varfërve mos t'i rritet atij mendja, mos ta sheh veten se është më i miri ndër ata të tjerë. Çka i ka dhënë Allahu atij pasuri, kjo nuk do të thotë se ai është më i mirë dhe më i çmuari. Asesi, se edhe pasuria, edhe shëndeti, edhe fëmijët, edhe pozita, gjitha këta janë sprova dhe janë fitne. Innama amwalukum wa auladukum fitne. Prandaj janë sprovë. E këta janë ato konceptet islame dhe vizioni islam ndaj pasurisë dhe bazat ekonomike në islam. Ju falenderoj për mirë ndëgjim dhe respekt, me shpresë që inshallah do të shqipemi për ta kompletuar pjesën e dytë javën e ardhshme. Ju lënë në kujdesin e Allahu xhaleshanuhu dhe ju përshëndet me zemër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aleikum selam, faleminderit shumë i dashur doktor për
këtë trajtim të sonte. Ndërsa ne të dashur dëgjues ju informojmë të gjithë juve që dëshironi të merrni më shumë informacione lidhur me aktivitetet dhe mbi atë veprimtarit, pra të doktor Hafezit tonë të nderuar doktor Hajredin Hoxha, mund të vizitoni webfaqen www.drhafezi.net. drhafezi.net e keni webfaqen në të cilën pra mund të merrni informacione më të hollësishme. Moderator vetëm val, së shpiti do ta launchojmë faqen e re, është gati 95%. Së shpejti do të ketë aty për publikun, për dashamirët e librit, shumë gjëra që do të përfitojnë. Inshallah do të thotë pritem këtë javë, brenda kësaj jave, që ta launchojmë faqen website-in me një format të ri, me një Zot Gjeleshanu. Faleminderit. Sigurisht të gjithë ata që do të jenë vizitor të kësaj webfaqe do të mund të jenë të informuar me çdo aktivitet, pra edhe në dizajnin e ri që po përgatitet nga ekipa e profesor Dr. Hafez Hajredin Hoxha. Doktor i dashur, kemi telefonat në linje, do të marrim telefonatën në inkuadrim. Selamu alejkum, mirë se erdhët. Aleikum selam. A ka mundësi të përshëndes Hoxhën? Patjetër, po ju dëgjojmë. Selam aleikum Hoxha Efendi. Aleikum selam rahmetullah, o haxhi i nderuar. Aleikum selam rahmetullah. Deshta të përshëndes edhe të uroj pranin në Akademinë e Shkencave, inshallah Allah i t'jap suksese. Amin, braxhi, faleminderit shumë. Allahu trujt të lartësoj gradën dunia në ahiret. Shumë faleminderit. Amin, inshallah. Edhe pyetje nuk kam, po sot kur e pash në lajme se Kosova feston vitin hebraik. Kosova edhe kom qenë shumë i brengosur se Kosova 90% musliman e feston festën hebraike, kjo më ka brengosur shumë. Se di nga është e drejt kjo apo jo, kuran pyetje e festat muslimane, ata na ignorojnë. S'di që ka mendon ti këtu. Pa. Me ty pajtohem plotësisht, shumë shkurt e qartë, është një do thot një dy standarde, një qëndrim me dy standarde, dy ftyrëshe do thot. Kjo nuk pranohet. Ja bënu objektiv, ja bënu mesatar, për gjithë njëjtë, ja jo manu nga një në anë. Demokraci kjo nuk është. Allah e të shpërblet, salam aleikum. Aleikum selam, rahmetullahi. Faleminderit. Allah e të. Amin. Përshëndesim Maxhiun, e falenderojmë shumë zotëri Mehmet Sjarina ishte në linje. Doktor, një pyetje interesante që mendoj e sqaruam në disa detaje, por dëgjuesi prapë kërkon sqarim. Thotë, a do të ishte e lejuar për një biznesmen të ri të futet në kredit me qëllimin që të arrisë një biznes halal, pavarësisht që kredia është kamata në kredit është e ndaluar në fenë islame, dhe nëse ka tolerancë nga islami për një biznes i cili mund të jetë i dobishëm thotë edhe për besimtarët musliman. Shumë shkurt përgjigje kësaj pyetjes, jo. Nuk guxon ti me marrë një kredi me haram, e me kamat, e me startu një biznes, po gjithmonë historia e biznesmenve, atë që kemi lexuar dhe ekonomistave, kanë fillu do të thotë në bizneset vogla, me punë vogla. Prandaj numër 1 na kërkojmë nga ai person, nga pyetësi që ai të punësohet dikun. Që ta sigurojnë një kafshat të gojës, një rrugë mesatare, me gjendjen apo me punën që e bën. Pastaj dal nga dal në të lyp rrugë të halalit, me halal me zgjaru biznesin apo ëndrat e tij apo projektet e tij. Mirë, po më njëherë mu zhyt me biznes, me kamat, me kredi, kjo do thot nuk ka bereqet dhe është ndalune, sepse nuk është rast i rand, nuk ka zër, nuk është dorore i thënë arabisht, nuk ka rast që do thot ki ngel ti diçka që mund diçka me gjetë. Mirë po, kjo është thjesht, ti po don mu pasuru, mirë po pasuria, si komentuam edhe tani në emision,
duhet me ndjek rrugë të hallalit, rrugë legale, të ndal nga dal me harë tejtë e pasuria. Shumë shkurt, nuk bën kredi me kam. Doktor, i njëjti dëgjues vazhdon një pyetje tjetër, thotë jo vetëm juve personalisht, por të gjithë dietarëve dhe shqiptarëve tanë që studiojnë dhe janë profesor të nderuar në vendet islame. A keni lobuar ndonjëherë që në Kosovë të hapen banka të mëdha, të cilat japin kredi pa kamat dhe ne ta kem një mundësi tjetër me të cilën mund të zhvillojmë bizneset tona? A kemi lobuar? Jo ashtu sa duhet, me qenë shtu objektiv përgjigje, sepse do njerë të kemi edhe takimet e kufizuara këtu, ne si persona po si akademik në për universitete, në për takime, dhe gjithmonë nuk po mundemi edhe mi kry punë të tjetër kujt. Dhe thot, nuk e kemi bë ashtu në atë kuptimin e madh. Mirë, po kur na ka ardhur rasti, normal na kemi apeluar dhe akoma apelojmë që edhe Kosova të jetë në agjendën e tyre për hapjen e bankave të mëdha islame, për investime islame që populli do thotë të investon dhe të punon me halal. Mirë, po obligimi për këtë çështje edhe njerë u kthehet apo u dedikohet politikanëve, qeverisë, sepse zyrtarisht shteti me shtetin ndryshe mirën vesh, dërsa individualisht ndryshe mirën vesh. E mjerisht pak në këtë aspekt, qeveria jonë, si më thë shteti jonë, sot dhe asaj dite, ka akoma një lloj rezerve, një lloj fobia prej shteteve arabe, prej shteteve muslimane. Syt qeveria jonë, Kosova jonë, apo shteti Kosovës, syt i ka perëndimi, ka Amerika. Është rregull. Po nuk bën o qeveri, o popull, ju ma na shkaluat, do të thot edhe zemrën e ekonomisë Amerikës e të Evropës. A pe dini që edhe Amerika dhe Evropa krejt kanë lidhje dhe janë ka përfitojnë nga arabët dhe nga muslimanët. Ka po shkon nafta arabe, ka po shkon gazi natyrali arabëve, ka po shkon bizneset, bankat e mëdha në Dubai, e në Katar, e në Bahrein, e në Arabinë Saudite, krejt i ki Amerikanët dhe Evropianë këtu. Unë po çuditëm me këtë standard të dyfish, do thotë pse qeveritarët tonë do nuk po bëhen të mençur dhe të aftë, edhe ata më ardhmë me zhvillu raportet politike, marrëdhënie diplomatike me arab dhe me ingre edhe ata me investu në trojet tona. Na ka perëndime, po çatë të perëndimit ata nuk hiqin prej këtu. Hajde vetëm qyrë këtu në Katar se çka bëjnë amerikanët, çka bëjnë anglezë dhe francezë dhe këtë Evropa. Hajde një në Dubai, çka bëjnë atje. Prandaj është me të vërtet çudime shqiptarët. Shumë kanë zemër një fobia, një frikë prej fesë e muslimanëve apo arabëve. Allah hajër bën e Zotë nuk po me kuptua. Pse që ka që ata më ju trështuar, më ju në ëndër, po musliman, islam, arab, unë nuk po me kuptua. Kjo është gabim, domethënë është një smundje ideologjike në zemër që duhet ata me hek këta, se për ndryshe populli ka me pagu, populli ka me hek. E bereqeti ekonomisë i Arabisë me naftë, e me gaz natyral, e me gjëra tjera, është këtë bota, për çka po luftojnë? Për çka do të interesat e mëdha po luftojnë? E po nuk po lejojnë, do thotë arab të rahat nuk pilon, se çdo kush po ka interesa ekonomike. Prandaj duhet shteti i Kosovës me lobua për këtë çështje në atë nivel shtetëror. Na si individ, po bëjmë ato në maksimum, mirë, po kjo nuk është mjaft. Allahu në mësoft me bo ma shumë për vendin tonë. Amin. Doktor, edhe një pyetje e fundit, thotë a lejohet depozitimi i parave në bankat konvencionale, do thotë në bankat të tjera, të cilat nuk janë islame, dhe si pasojë e depozitimit të atyre parave përfitojmë një rritje nga ato banka. Do thotë, për shembull, i depozitojmë 1.000 euro dhe pas një viti mund t'i marrim për shembull thot 1.100 euro, ose më varet se sa ofron banka interesin. Po shifni, përderisa nuk ka alternativë, banka islame. Unë nëse jam informuar tani në Kosovë, nëse nuk jam gabim, ekziston vetëm një bankë islame aty. Nëse jam të informuar, nuk ka më shumë. Vetëm një është, po.
Po, prandaj ja apeloj që të gjithë me shku dhe me investu dhe me qelë gjirologari të ajo banka aty. Mirë po, nëse nuk mundën të atëherë në banka tjera që ai keni depozitu të hollat tuaja, vjen kjo shumë, do me thonë, si me dëshirën e bankës, prej fitimeve, do thot prej përdorimit të hollave tua, atëherë në fund ti këto të holla mos ja le bankës, po merri dhe shpërndaj dikun të varfurve, po në të mirë të popullit dhe mos prit diçka do thot ndonjë sevap, sepse është mall që ka ardhur thot me kamat, se ato bankat të gjithë punojnë me kamat. E prandaj si në Zvicër, si në Gjermani, edhe dietarët islam ka dhënë mendime që nëse nga depozitimi i të hollave atyre punëtorëve që janë në diasporë, çka vjen diçka, mos ja le atyre, se ata i keq përdorin, po e ti merri ata dhe shpërndaj dikun muslimanëve, dhe një fshat varfur aty këtu, dhe leja Allahu xhaleshanu, mos prit shpërblim, sepse është një pasuri do të thotë që ka ardhur në mënyrë jo të lehtëshme. Po minimumi ti nuk i ke lënë atë pasurinë dorë atij të armikut të islamit apo të armikut të fesë islame, po muslimanëve po e ke marrë nga ai sa është aku yt, edhe e ke aktivizuar po e ke dhënë dikun tjetër. Kështu na mësojnë dietarët. Edhe unë mendoj kështu, do të thotë që na duhet me vepru, nëse kemi depozitu në bankat Kosovës, tashti po të hollat tona dhe vjen diçka në fund të vitit, i merr ata, për veti nuk i përdor, i japësh për dikon edhe dorë Zoti xhaleshanu. Po. I dashur doktor, këto ishin pyetjet që kanë arritur deri më tani në program. Nëse nuk kemi diçka për fund, do të shkojmë gradualisht nga mbyllja e këtij programi për tu ridëgjuar sigurisht në të martën e ardhshme me vazhdimin e kësaj teme. Inshallah, moderator, jemi shëndosh rahat, falenderoj edhe ty sinqerisht, po Allahu shpërbleft për udhëheqjen e misionit, i falenderoj shikuesit tanë dhe ndëgjuesit tanë kudo që kanë qenë, dhe ata që na ndëgjojnë, dhe ju lënë në kujdesin e Allahu xhaleshanu me shpresë që do të shihemi përsëri, e deri atëherë mos na harroni për lutjeve tuaja, dhe ju përshëndes me selamun aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam, faleminderit edhe juve po ashtu dhe deri në takimin tonë të radhës, shpresoj ta keni shëndetin ju dhe familja juaj deri në emisionin tjetër. Faleminderit. Të dashur dëgjues, miq të nderuar të radios Dituria Islame, ishim në këtë transmetim të drejt për drejt në radio dituriaislame.net, po ashtu dhe në Facebook, në faqen tonë zyrtare Radio Dituria Islame. Në emër të stafit të radios Dituria Islame, në emër të gjithë ekipës që u përkujdes për këto emisione, në emër të gjithë stafit realizues që përkujdesen për transmetimet e drejt për drejta, ju përshëndes, unë drejtuesi i programit Avni Lugiçi dhe ju falenderoj për kohën tuaj që ndatë në këtë emision të sëntëm Jeta me Kur'an. Ju falenderoj të gjithëve dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionet e ardhshme. Sigurisht duke shpresuar dhe besuar që të gjithë ju që jeni duke ndjekur këtë emision t'i bëni shpërndarje këtyre videoave, këtyre emisioneve dhe njëkohësisht të bëheni abonues ose antar të faqeve tona në Facebook e YouTube. Pra në YouTube mund të ndiqni me një subscribe e në Facebook me një like me të cilin e pëlqeni faqen tonë zyrtare dhe do t'jeni të informuar për çdo emision të cilin e transmetojmë në valët tona. Deri në takimin tonë tjetër, nga unë Avni Lugiçi, ju përshëndes me selamu aleikum. Natën e mirë.